I kom thënë foltorën e kuvendit, se nisa mi thonë 2-3 herë, tjerë të dinë që po du me thonë, edhe tjerë dinë që po du me thonë, se kom thonë publikisht, e kom bëha madhe. Je ka rrshet në tradhti në bazë të drejtës penale ndërkombëtare. Çdo vendim, çdo dokument, çdo marrëveshje që cënon integritetin territorial dhe sovranitetin politik në territor, që ka ndodhur me marrëveshjet Torit dhe Flan Fakor Xhaman, që ka ndodhur, është vepër e lartë e tradhtisë, pas drejtës ndërkombëtare penale. Pra, ja kom thënë foltorët kuvendit, dhe ai e mori shumë kapitale. Ja kom thënë, mos u shantazho kryeministër për shkak të qenies në Burg, edhe unë kam qenë dorë të udhës, servisë, në atë kohë si student. E di çka bojnë atje. I di unë çka marrojnë atje. Mos u shantazho për shkak të torturave në përburgje, sepse nuk je fajtor, sepse të mirë kupton populli dhe të gjithë. Çka duhet na duhet me vrata është i gratë që na kanë dhënë në për lufta? Jo, më zotni, duhet të pas mirë kuptim. Se kërkush s'ka dëshirë me koni dhënë. Dhe qa boni e kishë gjetë një fotografi që ka po t'i kush rasish me mu që s'kom t'i tas kush është. Edhe del kjo ata zhvillon propagandën heroin. Ende të sulmojnë për Fatmir Shahullin ty. E gjetëm thojnë një shpion e bashkëpunëtor Fatmir Shahullit. Kur ka bo Fatmir Shahulli fotografinë mu, s'kom t'i tas kush është. Bile kom kujtu se mërgjimtarë se boni qështu. Pra, ky, shife me çfarë vogëlsie, se kjo është arti i propagandës së regjimeve diktatoriale. E merr fotografi, del foltore, edhe thot plus ta kanë shkruar fjalëm që mu kurrë më shkruan. Unë kom shkruar me 4 fjalime brenda një sesioni parlamentar, seance. Se jam ai bilet, këtë që kjo bota akademike e dinë se sa probleme kam në çështjen e komunikimit të fjalimeve, prallave. Edhe përgjigjen çdo tip. Pra, u mundua me këtë vogëlsi dhe i detyroj këta me këta kinez të Facebookut me zhvillu propagandën. Do me thonë, unë i thojsha, mos bje prej me u shantazhu për shkak torturave. Mos e pranon këtë statut se shkatërrove Kosovën. Dhe je ka rrshet tradhti, ai kthehet ata kmerret me një fotografi që ka bën njëri që unë asë. Aty këndë kom marrë për ngryk, unë kom thonë disa herë. Kur a keni pat marrshin kur bipi koshare. A dini këndë kom marrë ngryk njeriu në parë liri. Njeriu që me forca speciale më ka bajt babën 3 ditë në Prevlini. Tu i prit me shkuën, isha rekomanduar në atë kohë për ministrit, me shkuën në Dushkaj. Çat njëri ja kom dhënë dorë parë ndri. Që babën tonë ka marrë po me forca speciale të Serbisë në Teblini Katunit, me këtë katon. E ke ditë? Kush është? Jo s'kom ditë, se mi pa ditë, e kisha marrë me vete që aty, tyra pe kusho, hajde me neve se po mbyt. Ja kom dhënë dorë si shkon me 10-15 fëmijë para vetë. Njëjtë ka ndodhur me Shkollën. Njëjtë ka ndodhur me këtë. Kjo fenomeni së rëndësi. Kur i pa që në zyrët Kurtit, zonës Osmani si president, kapacitete shtetërore, kanë pritur spion. Pa e me sa spionin bashkëpunojnë. Orit, se këtu im ka du marrë. Rrit, është problemi se na... Shteti ka, ta thonë figurat marifet të ti, shtetëror, protokoll. O, zëtni, që s'kip se une nëzirë në dëgjë. Mund t'i afrot kryeministit dhe presidentes, a i mund të dhe t'i afros, sepse armit që kanë këtë punë për të rekrutu njerëz. Mune, që ishte mërë dita Alerisa, se që ishte diçka. Edhe në zora, ata djemë të adminat që merë me këtë tema, e nëzorën një skenë ku kisha thonë se këtu do të luftohet deri në ushtarin e fundit, deri në pikën e fundit të gjakut. Po. A disha kanë qitë për fundi këta stacionet propagandës. Po. Krejt fotografinë e Shahullit, që ki Shahullin, që bëmë Shahullit, që ki Shahullin. Pra, këta jenë sociologjia dhe psikologjia trajtojnë kështu. Njeriu atë kulturë dhe integritet që ka, atë edukat që ka, atë lloj fjalore përdor. Pra, nëse thot këta janë hajna, ajo është hajnë vetë. Sot Albin Kurti me këtë ministrat është hajnë, ka vjedh buxhet shtetit. Albin Kurti vjedh miliona në baza ditore. Atë kujtohet rrit kur ki kesh. Miliona, po ku kesh të mga... Atë kujtohet kur ki kesh, me zo. Miliardar. Kom thonë se Kurti përshkon drejt miliarder. Miliardar. Po nuk ka risha fare të... Mirë, me kash qarkullim të energjisë sot, ata mërmen që se ka prejk miliardin. Të shkuar dhe. Po shfak e çuditshme bre, çysh është para shtetit me çu në Serbi me renovu. O le para shtetit. Kosovën nër Serbin, dash Serbin Kosovë. Kjo është makesë së parë. Albin Kurti me çdo vendim dhe veprim politik e ka kthyer Serbin Kosovë. Sot Kosova, sot Serbia nuk ka nevojë më për destabilizim të Kosovës përmes aty në lëvizje qytetare pak nasive që shka këtejke.
sepse ka pushtetin e vetë mbrenda në Prishtinë. Se nuk mundet mi bë kush shumë e rënd. Kush, dëgja mirë. Nuk mundet kush mi bë ma keq Kosovës se sa ka i bë kjo qeveri. E këtë izoluar nga Bashkimi Evropian, hoqën sanksione. Po jo, ne disa sanksione që të ndihmojnë mu përgatit për integrim evropian. Po jo, sa i përket implementimit të marrëveshjeve të Bashkimit Evropian. E implementimi i asaj marrëveshje është autonomi territoriale, politike në veri, e ka pranuar dhe vetë Kurti. Pra, nëse ti një copë territoriale në Serbisë, për çfarë politiket mençur komplet. Për cilën politikë mençur komplet. Prandaj ne kemi një problem, se ne nuk kemi ligj lustracionit. Po e ke kërkuar disa herë, po. 1 milion herë. Se po të kishte asi ligji me skenën politike të Kosovës, 80% e shtyre që janë sot nuk kanë shansë me hinë institucione. Merë mërë, shife, se unë tash, me qenë se u morë ai shumë me mu, thash, hajtë më të mirë në dhëmë pak me ta këshyrë kush o kënjeri. Për Nipin e hoqë, mike, i cilit katon është nip kë? Në të dojeve, hajtë thu ma jamë, se ti për këtë. cili? Nip, ku është një katon? Nip? Nip, Albini. Po. është nipi, thu jam i katonit. Nuk e di. Jam më ka ikse stashë gjorën se i konkret se një me qëtë. Nip atje. Dhe thash, hajde të interesona pa. Dilke që gjyshi ka qenë komandanti një stacioni policor. Dhe dilke se gjyshi është larguar nga komandanti kur është larguar Ankoviqi, se ka qenë miku më i ngushtë i Ankoviqit. Mdilke pastaj shokurit, këqyre mirë sy. Mdilke pastaj, se shtash bjen me në mu, ka të në meskite, se ma bjen procesori, se është ka lyp alert. Mdilke se, dhe me thonë, baba i gjyshit ti të ashti, vajza ti, apo motra në qenë ka nona i bush Klokoqit. Po. Pra, po del një rjetë familjari për bashkët. Po të kishtë inteligencë këtu FBI, tash i do të kishin pas, se si u përgatit kjo me arë në skenë politike. Në çfarë rrugësh? Kur u fut kjo në skenën politike? Kur u fut? Nga takimi i Brezovicës, që majti Stanishiqi me bukur do që si personalitetet Kosovës. Baton Haxhiu në TV21 për para ndikon Abagjaku, nëse s'gabon. Se ka është një kohë gjatë, po kom trujt në atë sekvencë. Thot mora detyrë ta infiltrojnë politikë. E ka thënë. Hajko Bille ka këtuni. Hajko Bille. Hajko, që merë vetë, për unë i procesori. Se pak mu ka lodhë, se ta që ngarkushëm. Edhe, dhe më thonë, e infiltrojnë në politikë. Dhe në cilën politikë? E futin e Union dhe e bon lëvizjen e Tetojit, një Tetojit. Rrugova i madhe dhe këtë, mos dilin në rrugë, se ju rejnë, ju torturojnë. Se boshin të bisedimet e Shanexhitës. E bon, u bo zyra e UÇK-s, midis Prishtinë. Se më bënë një gazetarë e Shqipërisë, tha, po del se Albini ka qenë sekretar në zyrën e përfaqësuese të UÇK-s, vetëm kaq. Thash, falë, ata plotësoj pyetjen se le pak mongut. Në Prishtinë, mu në ditët kur ne po luftonim me Serbinë, kur drejtori politik i saj hynte me armë, me uniformë në Kosovë, dilte, kurse ky ishte në zyrën përfaqësuese të UÇK-s midis Prishtinë, domethënë, çash trima të mëdha, ai lejoi Serbia me bë zyrën Prishtinë. Ti mund të thosh apo Bacadem, jam dakord. Bacadem që mujt mi thon Beograd e ka bërë zyra shkon ai shkon. Sa i kontrim, Bacadem kanë mujt mi vrap, po mi tut, jo. Njëri ka marrë një pesabi bjen, do një çerek shekulli burg, një tretën e një shekulli ka marrë burg, për një ideal. Për një ideal. Me një vizion, kurse kanë rrugë. Kur ti skrahasot me ato? Absolutisht, pse ishte aty? A shkonte mas Bacadem që viziton të gjitha zonat e luftimit. Shkruan të raporte. Ku ka shku këto raporte? Ku ka shku këto raporte? Shkruan të raportin nga çdo vizitë që bëhen në çdo zonë luftimi. Po flet si mja bëh hetimin, vettingun të Kurtit. Po kuj ka qenë raporti vëlla? Ç'ës pja bëj? Kuj ka qenë këtë raport? A bën mi ditë? Çka kanë përmbajt? Kush e ata shojnë zyre? Beton Surroi, që manipuloi dy komandantë që se kuptonin lojën e tij. E Arber Xhaferi. Dhe bon zyre të UÇK-s midis Prishtinë. Dhe e çun Albin Kurtin aty. Sekretara referenta për kthyesën GTM që është kryesore informator. Dhe në çdo zonë ku ka shku Bacadem, ky ka shkruar raport. S'është nërë kërkon me luftu sa një. Se ka vesh uniforme. E sot ma bojnë edhe veteran disa generala. Dhe kuj ka qua ato raporte? Çfarë kanë përmbajt e kanë? A i ka qua aty të ata që kanë atashu se kështu raportohet. Nëse unë japë urdhë një varqe, e varqe të unë kam raportu. Cilë interesi i madh i Serbisë sot... Prandaj, kur thash memorien, Kosovë, Kësë synon ta rekrutoj.
kur thash, jo s'ka nevojë sot më. Ju lutem, tash nuk ka nevojë. Serbia tash Spionët e saj sipas. Beograd në qeveri. Jo me emra kështu në qeveri. Spionët e Serbisë janë qeveri. Argatet e Serbisë janë qeveri. S'ka nevojë me kon spion. Nuk do, shira, di kur je spion. Kur shteti që pretendon me infiltru në një shtet tjetër, nuk ka strukturë të vetën edhe qyr me bledi kanë, me fuqizu di kanë, me prunë s'ken politike. Kur instalohet, atë s'ka nevojë më për ashtu sa atëherë ka bërë politikën e koordinuar. Ti më po disa deklarata ku e pash më edhe e shkrova për besë. Tash kjo do të jetë e shkruar serbisht për kthim në shqip. S'ka shans me kon ajo deklaratë ndryshe më u bë. Edhe kështu janë thuja se gjitha. Mërzitni, këtë ligj që u bën eld për shtetësinë, nuk ta kish bën kush mazi e ma keq në interes të Serbisë se kjo qeveri. Po e hapi uër në nacionalizëm, ku çfarë uër, çfarë vizibiliteti ka, me kalu me kam, ose me kalu me makinë me shku apet me hymnë urë tjetëra? Do me thonë ti, po e mbulon ligjin për shtetësinë me këto, autonominë territoriale politike që Bashkimi Evropian po insiston në shtator, unë mendoj se duhet filloj përplasja e konceptit amerikan për Kosovën, shtet pavarur, po a kupton e tjera siç është ideur, dhe Kosovën me një status të padefinuar që mbetet ende pjesë e kushtetutës së Serbisë, që serbëve ju jepet një autonomi territoriale në veri që është e Bashkimit Evropian. E cili deri në vitin 22 ti e din mirë që s'kan pranuar me pas asnjë ndikim për shebave, që kanë luftuar kundër shebave. Vitin 22 kur e panë se nuk më jetojnë dot pa shebeat, tash ti po luajnë taktik. A ke pa akuzat e Trump? Do të thonë vendet e Bashkimit Evropian hala, edhe pse ka sanksione Rusia, hala bëjnë biznes me Rusinë. Kush i keq përdori, se nuk është përdorim strukturat fetare. Kush manipuloj me ta? Kjo strukturë politike, vërtet përpara në zhvilluar ta Nuk ka qenë kjo gajle madhe asnjëherë e Kosovës. Absolutisht. Kush besoj Na jemi shtet laik. Besoj. Ku të besoj, kur nuk ka qenë gajle e shqiptare kjo. Absolutisht. Nuk ka qenë as tim që na ka përqa. Na nuk kemi pas tolerancë fetare. Na kemi bashkëjetu. Qa, sakt. Se o dallimi ma tolerancë me bashkëjetesën. Vërtet. Tani kjo kthy në element të tolerancës. Sepse janë bë agresiv. Kush e ushqejte? Apo kupton? Unë kur tham një pellg që po ushqen ekstremin e mendimit. Polarizim qoft politik, qoft kulturor, qoft religios, gjitha aspektet. Lloj qoft këtu është duke lundru pacak. Ky lloj i ekstremit në Kosovë janë instaluar të gjitha ekstremet. Ka një polarizim skajshëm. Ka një gjumë e perë që flitin në kuvend, i perë mërgjimtarë në çfarë gjendje janë. Kjo është e dhëmshme. Nuk është kjo irituese vetëm kuptimi se dikush do të më pushkatura moshadine. Kupton? Po kjo është e dhëmshme. Në çka ka degraduar mërgata jonë? Hey, a dikush është mërgata jonë? Lere që kjo daton për gjitha kuve. Duke se si ishte nga mërgata e fara, ai Dukić. Mara ishte, e thani martu me serbe, ai ka jeton serbisht ai, pra ato u kryej si individ. E loj monash. Po nuk është gjithë mërgata Berisha. Po, jo, është e dhimbshme këtu. Është një numër i kjo mërgat, po mos të kish qenë. Me vitet e vështira se kjo mërgata masleris, kjo është tjetër mërgat. Ka janë mërgat. Unë po flas mërgata e vitet 90, para vitet 90. Po. Por zotni, ne ishim dërzu për buk gojës të Milošević. Ata kanë majtë Kosovën, kom, arsimin, shëndetësin, këtë ato paralele që e kemë bo. Por për buk gojës ishim dërzu të Milošević. Se ky popull i ri që është kriju në liri, këta nuk e din që do me thonë në vitin 90, me dalë 2 milion banorë të gjithë, në qofë se kanë qenë punë tonë me dalë për punë. Mos me leju kërkush më shku në shkolla publike, mos me mujt me shku në shërbime shëndetësore, asgjë, hiç absolutisht. Ne kemi qenë një tuf njerëzish që na ka marrë izolum Serbia, i pa larguar për sa koni misioni KSB-s, as ki pas të mbylli televizionin, i mbylli krejt, dhe ne na kanë marrë këtu në terr, kanë bërë çka kanë dashur me ne. Pra, çajo mërgat na ka marrë gjallë, çajo mërgat na ka marrë të luftë. E tani në manë edhe pas luftë mërë se remetencat që sillen ata janë baraz me buxhetin që ka shteti. 1.5 milion. Dhe manipulohen, shife, mos mendo ti si ka qenë pa mençur Fatmir Sedi Hashim Thaçi kur bën marrëveshje. Që mos me kriju partinë për gaz. Mos me fragmentarizu, mos me milion kriju lobët si në Amerikë. Po.
Dhe erdhi ky e gjeti terrenin e shtruar, pa parti, dhe e kesh përdorur, ja ku jemi sot. Mërgata e ka dhe unë plagë të hapur vazhdimisht. Mundesh m'ia thonë biçi fjalë të keq edhe të beson. Edhe ka vështirë me u bind pastaj, ku ta kapi inercioni. Sepse ata s'kan kohë me mendu në mënyrë permanente për proceset politike se ç'bëjmë ne. Ata mendojnë me momente. Çat moment ja u shfrytëzon ky, dhe o burra, këtu i ke, ja çfarë gjendje ka sjell. Pra, ka arrit deri aty sa e ka krijuar perceptimin sikur subjektet të tjerë janë armiqsh me mërgatën. Jo, mërzëni. Çfarë mërgata është e shtynë subjekte që kanë operuar më herët e në vitet 90 dhe më herët se kaq. Pra, janë këta mërgjimtar. Pas vitit nuk është mërgata ajo që e organizoi lëvizja vetëvendosje nëpër Serbi. Një grup prishin këtu nëpër Prishtinë, tjerët në Beograd e tjerët atje mi përcjell nëpër Serbi jashtë vendit. Ajo s'është mërgatë. Ai është një egzot që organizoi lëvizja vetëvendosje në koordinim me Beogradin. Për ta nxjerrë Kosovën si vend pajetueshëm, një vend ku s'dorohet skamja, mjerimi ose jeta, ose s'dorohet regjimi i komandantëve ku ta diun. Kjo ishte logjika. Dhe shefe, të shohin njerëz të urrejnë në Facebook Berisha shumë, të shkruajnë, kanë lirin për të